Mendoj se duke i ngejtë të probleme, jam edhe kërcënu nga individ Partisë Socialiste, dhe këtu në këtë salë ka 10 ditë që asa shpërmend se një deputet i Parlamentit të Shqipërisë kërcënohet me jetë nga njerëz Partisë Socialiste, jo nga individ të ardhur nga qielli siç e patëm thanë dikush. Prandaj më kërkoj që të merren masa për këta njerëz që kanë kërcënuar dhe mos të kalojnë në harres sikur e keni dhënë tash një javë. Unë mendoj që nuk është e vështirë që të votojnë qytetarë shqiptarë. Qytetarëve shqiptarë është t'u jepet mundësia, edhe jam i bindur, se 50% të deputetët kësaj sale nuk kanë për të pas shanse me hyrje në salë sepse emigrantët nuk shiten me një thes mielli. Që këtu deputet ka me një thes mielli, këtu janë deputet miellit. Këtu s'janë deputet me programe, me ide, me punë. Çaj ofruat Shqipërisë tash 25 vjet. Që mbas 25 vjet ikim në emigracion përsëri. Faleminderit zoti Ndocaj. Mbas 25 vjet lutem shumë. Kërkojmë asil politik. Faleminderit zoti Ndocaj, përfundojeni se nuk keni më mikrofon.